Na tronditi të gjithëve lajërt, Vasili mesazh ngushëllimi gjestit për humbjen e vëllait. Lajmi i hidhur për ndarjen nga jeta e Eldion Kelmendit, vëllait të artistit Besart Kelmendi, Gjesti, ka prekur thellë opinionin publik dhe njerëzit e afërt me familjen. Ndërta, ka reaguar edhe aktori i njohur lajërt Vasili, i cili ka shprehur ngushëllimet për humbjen e parakohshme që goditi familjen Kelmendi. Ndarja nga jeta e vëllait të Besartit, në një moshë kaq të hershme, na ka tronditur të gjithëve. I shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta Besartit dhe familjes Kelmendi për këtë humbje të madhe të papritur, ka shkruar Vasili në një postim prekës në rrjetet sociale. Në një video të shpërndar në internet, aktori shihet duke përqafuar Besartin dhe duke e puthur në ball, si një gest mbështetje në këto ditë të vështira për të dhe familjen e tij. Ngjarja e rëndë ndodhi pas ditën e së premtes në fshatin Qungur të Pejës, ku një motor u përplas me një vetur në një kthes të rrugës. Eldion Kelmendi, vëllai i vogël i Gjestit, ka humbur jetën në vendin e ngjarjes, ndërsa një tjetër person me iniciale KB është plagosur rënd dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve në Spitalin Rajonal të Pejës. Banorët e zonës kanë treguar për momentet e para pas aksidentit dhe kanë shprehur tronditjen e tyre për këtë humbje, duke kërkuar që autoritetet të zbardhin plotësisht rrethanat e ngjarjes. Ndërkohë, Gjesti, fituesi i edicionit të fundit të Big Brother VEPA Albania, ende nuk ka reaguar publikisht. Gjatë kohës së qëndrimit të tij në shtëpinë më të famshme në vend, ai kishte treguar shpesh për lidhjen e ngushtë me vëllain e tij, i cili sot nuk jeton më. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.